A e dini se edhe vepra më e vogël e mirësisë mund të bëhet diçka vërtet magjike? Sot do të dëgjojmë një histori shumë të bukur për një kopshtar të urtë dhe një mbret kureshtar. Është një histori që na tregon se si mirënjohja dhe kujdesi për të tjerët mbjellin farat e lumturisë së vërtet. Hajde, le ta nisim këtë udhëtim së bashku. Shumë kohë më parë, në një mbretëri të qetë, njerëzit besonin diçka të veçantë. Ata mendonin se veprat e mira ishin tamam si farat e vogla. Në fillim mund të duken të parëndësishme, por me kohën ato rriten e bëhen diçka e madhe dhe e mrekullueshme, si një pemë e lartë që na jep hije dhe fruta. Dhe pikërisht këtu fillon historia jonë. Kemi nga njëra anë një mbret të mirë që po shijonte një shëtitje në kopshtet e tij të mrekullueshme, dhe nga ana tjetër takojmë një kopshtar, një plak me duar të punuara, por me sy që shkëlqenin nga mençuria. E dini sa vjeç ishte? Plot 90. Teksa mbreti ekte, diçka i tërroqi vëmendjen. Ishte plaku i përkulur mbi tokë duke punuar me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Çfarë po bënte vallë? Po mbillte më shumë kujdes filizat të rinj hurmash. Një punë që, siç e dinte mirë mbreti, kërkonte vërtet shumë durim. Mbreti, plot kureshtje, ju afrua kopshtarit me një buzëqeshje dhe me një zë të butë, bëri pyetjen që i erdhi natyrshëm në mendje. Më thuaj o njeri i mirë, pas sa kohe do t'japin fruta këto pemë? Përgjigjja e kopshtarit ishte thjesht dhe drejt për drejt, 20 vjet madhëria juaj. Imagjinoni pak, plot 20 vjet do të duheshin që ato pemë të jepnin frutat e tyre të para. Kjo përgjigje e bëri mbretin edhe më kureshtar. Pse? Pse dikush do të punonte kaq shumë për diçka që nuk do ta shijonte kurrë vet? Kjo pyetje na çon drejt mësimit të parë dhe më të rëndësishëm të kësaj historie. Dhe ja ku vjen përgjigja e mrekullueshme e kopshtarit. Ai tha: "Madhëri, brezat para meje mbollën pemë, frutat e të cilave i shijova unë. Tani e ndjej si detyrë të mbjell për të mirën e atyre që do të vinë pas meje. Çfarë mendimi i bukur apo jo? Të mendosh për të tjerët." Mbretit i pëlqeu aq, por aq shumë kjo përgjigje plot mençuri dhe dashuri, sa vendosi ta shpërblente kopshtarin me një herë. Ai e kuptoi se urtësia e atij plaku ishte një thesar i vërtet. Dhe çfarë bëri? Nxori nga xhepi një monedhë të artë që shkëlqente në diell dhe i ia dha kopshtarit. Ky ishte shpërblimi i parë si shenjë mirënjohje për fjalët e tij. Por prisni pak, se historia bëhet edhe më interesante. Pasi mori monedhën, kopshtari u përkur me respekt dhe tha: "Madhëri, këto pemë tashmë kanë dhënë fruta, sepse ju sapo më dhat këtë monedhë." E kuptoni, monedha ishte fruti i parë që ai mori. Mbreti u mahnit. Kjo përgjigje kaq e zgjuar dhe plot mirënjohje e bëri të qeshte me gjithë zemër. I pëlqeu aq shumë sa nxori edhe një monedhë të dytë dhe i ia dha. Dhe kopshtari, me atë shkëlqimin e tij të urtë në sy, tha: "Shikoni madhëri, shumica e pemëve japin fruta vetëm një herë në stin, por pemët e mia këto tashmë kanë dhënë 2 korra. Fantastike apo jo? Një zemër mirënjohëse tërheq gjithmonë më shumë gëzim." Mbreti po argëtohej pa mas. I impresionuar nga kjo mençuri, qeshi dhe i bëri një pyetje tjetër pak më personale këtë herë. "Më thuaj të drejtën?" e pyeti. "Sa vjeç je ti?" Dhe përgjigjja e kopshtarit ishte befasuese. Fare i qetë, ai tha: "12 vjeç, madhëria juaj." 12? Po si ka mundësi? A nuk ishte 90? Po, ja ku ishte gjëgjëza. Kopshtari e shpjegoi. Mosha e tij në vite ishte vërtet 90, por mosha e tij në lumturi ishte vetëm 12. Pse vallë? Sepse ai numëronte vetëm ato 12 vite që kur ky mbret i mirë kishte ardhur në fron. Vetëm ato 12 vite me paqe dhe gëzim, sipas tij, ja kishin vlerëtur vërtet për t'u jetuar. Mbreti u prek thellësisht. I dha kopshtarit edhe një monedhë të tretë. Pastaj, me një buzëqeshje të madhe i tha: "Më mirë po iki, se mençuria jote do më ler pas një monedhë." Dhe pikërisht në këtë mençuri fshihen 3 dhurata të çmuara për të gjithë ne. Pra, cilat janë këto 3 dhurata që na lë historia? E para është dhurata të munduarit për të tjerët, ashtu si kopshtari. E dyta është dhurata e një zemre mirënjohëse, që di të gjej gëzim në çdo gjë. Dhe e treta, dhurata e një jete të lumtur, duke kuptuar se lumturia nuk matet me vite, por me momente të bukura. Pra, në fund të ditës, thelbi i tregimit është ky. Çdo veprim mirësie, sa do i vogël të na duket, është si të mbjellim një farë. Ndoshta nuk do t'i shohim frutat e saj me një herë, por një ditë, diku, ajo farë do të rritet e do të lulëzoj, duke i dhuruar hije dhe gëzim dikujt tjetër.
Dhe kështu, historia jon mbyllet me një pyetje për secilin prej nesh. Çfarë farash të vogla mirësie mund të mbjellim ne sot për ta bërë botën një vend më të bukur nesër? Një fjalë e mirë, një ndihmë e vogël, një buzëqeshje. Çdo gjë vlen.